3 kombinime me çizmet e mia të reja. Qëre sot bukra janë. Këto çizmet i kom ble te TK Maxx, janë të firmës Replay. Çmimi u kon 150 në 60 euro. Janë ngjyrë kafe, e kanë këtë detajin gold këtu. Hajde t'i kombinojmë në 3 mënyra këto super çizmet e bukra. Atëherë vazhdojmë me kombinimin e parë. Kombinimi i parë janë këto pantollat e bardhë me këtë badin, është shumë i bukur, e ka ngjyrën kafe, që përshtatet shumë me çizme. Ta provojmë edhe t'ju tregoj edhe juve se qysh kam mlaj. Atëherë ky është kombinimi i parë, qëre sa i bukur është. Sa bukur shkon me këto pantollat e bardhë, po besoj edhe me ngjyra tjera, me xhinse. Ky modeli shkon tepër bukur me çizme, edhe besoj që përpjesht është shumë bukur. Këto çizmet janë shumë të rehatshme për me hec, shumë stylish. Vazhdoj me opsionin e dytë, është ky fulni, është shumë i bukur, është jeans, farmer, deri te gojët, është me disa ngjyra, duket kështu. Këto kom vendos mi vesh me një këmish thjesht bardhë. Ta provoj edhe t'ju tregoj dhe juve se qysh kam mlajt. Ky është kombinimi i dytë, këqyre sa bukur rrin. Me këto çizmet, këtë funin, edhe këtë këmishën e bardhë, që këmisha e bardhë gjithmonë e zbukuron veshjen. E bën të njëjtën kohë shumë elegante. E vanova këtë qaforën, përshkojnë me këto ngjyra, këto aksesor. Veshja me rryp, doket shumë ma e kompletune, edhe kështu doket përfundimi. Vazhdojmë me kombinimin e tretë. Kombinimin e tretë, pylo surprise, është shumë i bukur edhe këqyrnin fund se qysh ka më dok. Ky është kombinimi jam i tretë, është shumë i bukur. E kom vesh këtë gjemperin oversize, me këto pantollat e zi trypit. Vendosa mi vanu këtë çonten, që përshkon shumë bukur bashkë. Këto janë çizmet perfekte për çdo kombinim. Edhe ky është përfundimi. Tregomni cili kombinim ju ka pëlqyer mas shumti. Shihemi në kombinime tjera. Bye!